që prej ndarjes së tij nga kjo jetë, që në fakt shkrimtarët, duket klishe, por shkrimtarët në fakt kanë vetëm ditëlindje dhe jo vdekje, sepse mbeten të gjallë, përjetësohen me veprën e tyre, jo vetëm për ne që patëm fatin ta kishim bashkohës, por edhe për brezat që do të vinë. Jemi sot të mbledhur për të përuruar një album, edhe një ekspozit bashkë me të. Është albumi i dytë në fakt që Wet Press dhe Akademia e Studimeve Shqiptare sjell, është i një lloji të veçantë, do të thosha. Kadare në arte figurative, 100 imazhe. Vitin e kaluar ishim sërish këtu për të përuruar 100 portreta. Ishte e vështirë për kuratorin dhe realizuesin e këtij albumi që të përzgjidhte 100 portreta. Dhe me këtë rast lindi edhe një projekt që sigurisht nuk u ndal në një album. Sot kemi të dytin dhe do të vazhdojmë me të tretin dhe do të shtrihet në një projekt të gjatë 5 vjeçar. Për të parë, për të dëshmuar, për të gjurmuar, për të certifikuar ndikimin shumë planësh të kadares njeriut, shkrimtarit, intelektualit dhe veprës së tij. Sot jemi këtu për këtë album të dytë, 100 imazhe, vitin e kaluar thash ishin 100 portrete. Kadare është, siç është evidentuar nga studiuesit, nga artistët, nga kritikët, është i dyti personazh pas Gjergj Kastriot Skënderbeut më i pikturuari, më i përfaqësuari në arte figurative. Por jo më pak është edhe vepra e tij letrare, romanet e tij. Dhe jo më kot ky album është i dedikuar vetëm ndikimit që letërsia e Kadares kishte tek artet figurative. Më ka ndodhur shpesh të flas me lexues të Kadares, bashkohës, njerëz që e njoh nga afër, dhe më kanë thënë me bindje, duke sjell edhe një realitet që ndoshta një brez më i vonë nuk e ka njohur, se si letërsia e Kadares ndikonte tek lexuesi për të krijuar bindjen se përtej Shqipërisë izoluar, përtej atyre kufive, kishte një botë, një hapësirë mendimi, një hapësirë lirie, të cilën mund ta mbante gjallë vetëm letërsia dhe aty kur realiteti e mohonte. E kështu letërsia e Ismail Kadares shkoi përtej ndikimit letrar, ndikimit në botën e letrave, ndikoi një shoqëri, ndërgjegjen kolektive, aty ku miti, individi, pushteti, historia u gërshetuan, sollën pra përtej estetikës, sollën një guxim për të shprehur. Dhe më kot e shohim sot në këtë album. Janë 100 imazhe, 100 tablo, por shkon edhe më përtej. Siç e thash, pra ky është një projekt i gjatë, i gjerë, do shtrihet në disa dimensione. I treti do t'i dedikohet fotografisë, por po ashtu ndikimi i Ismail Kadares është i madh dhe domethënës edhe në arte të tjera si kinematografia, teatri, muzika. Nuk dua të zbuloj më shumë, dua t'ja lë fjalën atyre që janë marrë më nga afër, më gjatë, kanë kërkuar, ka qenë një punë jo pak e lotshme, e dua t'ja kaloj fjalën profesor Abaz Hados, i cili është marrë që nga dita e parë dhe për shkak të këmbguljes së tij, vizionit të tij, kemi sot këto 2 albume të votuara. Profesor? Është kënaqësi vërtet shumë e jashtëzakonshme që ti hysh një pune dhe të kuptosh që për një shkrimtar, siç kjo është gjeniu jon, të ketë kaq shumë vepra arti, vërtet e ndjen veten që nuk je në një vend siç e imagjinojmë ne. Që nga një herë gabim. Njerëzit e kanë dashur Kadaren, artistët e kanë dashur Kadaren, dhe më vjen mirë që edhe njerëzit më figurat nuk kryesore të pikturës shqiptare. Ne fillon nga Kilica, Dilo, Madhi dhe shumë të tjerë, Ismail Ulani, dhe vim edhe ke brezi tjetër që e kam këtu mikun tim dashur dhe të shtrenjtë, Elidonit. Ke tjetër, ke Gripshi, ke një brez tjetër, ke Miftar Cubi, ke të tjerë që do më fali që mos ja përmend gjithë emrat, por janë ndjen një kënaqësi sepse këto e kanë parë Kadaren në atë pamundësinë e tyre për të qarë botën, për të kaluar përtej rrethimit, e shihnin Kadaren si një pjesë të asaj ëndre të tyre, të realizuar ëndrën e tyre. Dhe më vjen mirë që pikërisht
kjo gjë e ka gjetur veten e vet në artin pamor. Dhe unë po e them, e tha drejtoresha jon, UET-s, presit që ne në fillim menduam që si do t'i bëjmë 100, po ne na dolën aq shumë sa që ne kishim të vështirë të hiknim. Kështu që në odesh që të merrnim herë pas here dhe tham, po prit nëse e morëm me qetësi dhe tham do bëjmë një gjë më të madhe, ta bëjmë atë vërtet ashtu siç e filluam, një gjë të madhe me veprën e Kadares. Por lam fotografin, kemi prap vepra tjera që na vinë edhe sot, një nga mbi tanë, që është edhe pjesëtari i katalogut, Bushi më solli një gjë tjetër. Zbuluam nëpërmjet profesor Feridit, zbuluam një vepër të Kodrës. Pra, vazhdimisht zbuluam gjëra të cilat na japin mundësi që të bëjmë një gjë të madhe. Dhe do të ndaloj edhe një gjë tjetër që është shumë interesante, që atë që ne po mendojmë dhe po krijohet në UET, do ta dëgjoni me vëmendje të gjithë, sepse ne po hyjmë tamam në një proces që e kanë bërë universitetet më të rëndësishme të botës, që merren me botime të karakterit shumë, jo vetëm shkencor, por edhe publik, edhe të karakterit artistik atje. Dhe ne po e bëjmë këtë në mënyrë shumë të guximshme, shumë të vendosur dhe pa u lëkundur fare. Domethënë jemi koshient që ne do ta bëjmë këtë gjë. Dhe ne po përgatisim tashmë një ekspozitë madhe me Kadaren, me veprat Kadares, që do jetë, kjo nuk është ekspozita, thjesht ne vëmë disa vepra, të cilat për ta bërë më të ngrohtë, mos sa bëni vetëm thjesht akademike për një prezantim të albumit, por janë edhe disa vepra origjinale dhe sollëm mjeshtrin Guri Madhi, Dyer Pullum Bilykun dhe Arben Kristanin. Pra, të tjerët pastaj e kemi lënë sepse ne do hapim një ekspozitë, do ta bëjmë një gjë shumë të madhe dhe kemi edhe një ide tjetër. Dhe besoj që do jetë një gjë fantastike dhe për Shqipërinë, dhe për turizmin, dhe për emrin e Kadares. Ne, si kryues të arteve pamore, duhet t'i bëjmë respektin e duhur Kadares, sepse realisht është një figurë e cila vërtet duhet respektuar maksimalisht. Sepse është e vetmja që arriti të paktën që Shqipërinë ta çojë në ato majat të cilat ne ndorrojmë. E bëri në atë kohë kur izolimi ishte shumë i fortë, kur diktatura ishte shumë e egër, dhe ai diti dhe me talentin e tij, me aftësinë e tij, me gjeninë e tij, ditë ta çojë atje ku ne vërtet ndorrojmë, ku të gjithë ne pa përjashtim. Unë edhe e para kisha shkrimin dhe thoja që ne studentët liceut e shihnim me kënaqësi Kadaren kur shihnim ato zarfet e mëdha që i vinin nga bota, që nga lidhja shqiptare kur kalonim si liceist të ëndrat e piktorëve për të bërë piktorë, dhe e shihnim Kadaren me atë qetësinë, me atë përdesyen e mbërthyer dhe hese i vetmuar, shpesh i vetmuar, por nganjëherë shoqërohet edhe me tjerë. Dhe vërtet mendonim që ky është ai gjeniu, ai kishte fituar atë botë të tij kaderiane, e cila vërtet ishte shembull dhe ishte frymëzim. Dhe jo më kot artistët e kanë parë këtë, që në 6 vjet e can e kanë krijuar, që kur ka ardhur nga studimet, ka piktorët e para, nga Vilson Kilica. Por gjithë kjo më ka bërë përshtypje dhe më ka lënë brez. E kanë bërë dhe shkrimtarët. Dhe i gjyshin Natalisë e ka bërë, që vizatonte shumë mirë. Nuk e di Natali ti Ikea, i ruan ato vizatimet. Pra, janë gjëra të cilat vërtet të linë me gojë hapur, që se na u dukte sikur bota Kadaresi ishte me një anë dhe ne bota jonë ishte në anë. Jo, pas kemi qenë bashkë dhe ne nuk e kemi zbuluar, nuk e dinim. E kanë ditur ata të cilët punonin, sepse edhe ta doje Kadaren, do të thënë shpeshherë mund të them edhe një frazë se unë nuk jam nga ata që erësoj të kaluarën, por do të thoj edhe mund ta kisha edhe, do të thënë edhe mund ta kisha mik, unë pata fatin, dhe isha shumë i lumtur ta kisha mik, të tjerë kanë pas fatin si Makomi e tjerë që ishin miq të tij, se ishte edhe letërsia, por vërtet Kadareja ishte një njeri që kur kemi dëgjuar nëse duke mbledhur vepra, dëgjonim dhe histori, që ka shkuar nga një qytetin tjetër për të bërë një poet. Dhe kjo është madhështi
Nuk është thjesht vetëm një gjeni i letërsisë, po gjeniu i njeriut i cili me atë ftohtësinë që duke si i ftohtë, kishte atë ngrohtësinë e një njeriu të madh. Sepse ne nuk i kemi kuptuar njerëzit e mëdhenj. Ngjaja shpeshherë edhe sot në botën tonë, që në lëvizjen e shpeshtë, nuk i kuptojmë nga njëherë gjenitë, njerëzit e mëdhenj. Jo gjenitë, por edhe njerëzit e mëdhenj që punojnë. I marrim dhe i keq përdorim nga herë ose i keq kuptojmë. Por realisht ne duhet të interesojmë edhe piktorët, edhe atë myftarin që bën me ato gurët, edhe pullumin, edhe vlonjatin që ka ardhur, edhe profesorinin që bën botime të jashtëzakonshme, dhe tjerët, të gjithë që japin kontribut për vendin. Aq më shumë kur këtë gjë e përcjellin dhe nderojnë artistët të tjerë. Dhe kjo është një gjë fistike. Shiko, unë mund të më edhe me ortëra, por nuk dua më, sepse duhet t'ja kaloj fjalën miku tim, që të cilën unë them e kam shumë të përzemërt, se është një artist i talentuar, dhe vjen mirë që me telefon e pare, tha, pa tjetër, tha veprat e mia, tha i vjen në dispozicion, janë 2 vepra të shqyrtyra të Elidon Alitit, dhe kemi kënaqësinë që si i ftuar dhe i veçantë këtu të sondet, të thot diçka për një fantastik i cili mungon dhe për hir të vërtetës në Universitetin e Arteve themi që kur ka debat është më mirë, kur ka diversitet është më mirë akoma. Kur ka një qetësi, fillon shqetësimi i cili në momentet caktuara kaloi në të pricat mëdha, siç kanë qenë ato vitet 74 kur unë i bie që kam qenë 6 vjeç. Por e mbaj mend atë mjekullën e jashtëzakonshme shqetësimit një çekiçi të madh që po binte para syve. Dhe çuditërisht për talente të reja si Fasliu baba im në atë kohë kishte edhe mbrojtës kudo. Dhe unë me Ismailin jam njohur sigurisht shumë i vogël, kur i matë në sillte në Tiranë, por me Ismailin e madh u njoha në momentin që fillova ta lexoja dhe fillova ta kuptoja dhe isha me shumë fat që kuptova që artisti është një autoportret. Pra, edhe muzikanti bën autoportrete, edhe poeti bën vetë autoportrete, dhe shkrimtari bën autoportrete. Dhe sigurisht që të vendosesh i pikturuar në një farë mënyre pa statistik mbas Skënderbeut, është merita e veprës, por ajo që unë do dalloj është që filtrin ton të shqiptarisë apo të shqiptarëve e kishin kaluar vetëm 2 personazhe, siç është Skënderbeu dhe Nën Tereza, pra që anatemohen më pak. Ndërkohë që më vjen mirë të shtohet lista sa më shumë, sepse po të arrim të gjallët, atëherë të filloj shqetësimi. Ne duhet të debatojmë për njëri tjetrin, por pa mohuar veprën. Kështu që unë falenderoj shumë për kontributin që bën shtëpia juaj botuese dhe universiteti, shumë i ndjeshëm për sa i përket kësaj. Sot është një ditë shumë pikante, në mëngjes u nis me inaugurimin e një vepre lirike të bërë nga Henri Mimani, pikërisht tek vendi ku unë piva kafen e fundit me Ismailin, shkonim shumë shpesh, doja të pikturoja në atë emisionin RTS që unë bëja. 4 orë dilem për hir të vërtetës, dhe nuk ishte dilema e fjalës, ai më ka folaj shumë, sa dhe vetë jam habitur, por duke mos pas atë instiktin e gazetarit, që të ruaja në një diktofon që ta regjistroja, më bëri që t'i kisha në memorie. Dhe me këto memorie jam kthyer në vitin 2004-2005 nga Greqia, dhe nisa të pikturoj pikërisht atë që Ismaili kishte shkruar dhe ajo ndodhej në shqiptari.
Pra, ne kemi goxha gjëra për të pikturuar dhe unë e them që Shqipëria është një vend shumë atraktiv. Është shumë vend atraktiv dhe duke pikturuar fabulat e shkruara prej tij, arrita sigurisht që të merrja vëmendjen e tij dhe ishte një 2-3 faksimile që ai më ka lënë pikërisht në katalogun ku dhe Tia Baz bësh pjesë tek Muzeu Mezuraj dhe bëra një narracion të thjesht për të thënë që disa janë larguar për shkakun ton, disa mohohen për shkakun ton, disa evidentohen për shkakun ton, disa shkatrohen sepse ne në momentet caktuara duhem, por vepra është ajo që shtekton edhe pa autori. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që Jehona në rastin konkret po vjen shumë e madhe dhe mbas një vit. Ky është një shembull që ne si shoqëri po bëhemi edhe më civile. Na u desh 35 vjet të hanim padyshim mendimet e njëri tjetrit, të gërmonim në to, por janë bërë dhe vepra ndërkohë. Dhe unë jam i bindur që përveç nesh që jemi këtu dhe artistët mrekullueshëm që janë përballë, ka dhe artistë të tjerë shumë të heshtur, të cilët pikturojnë në NZ. Pikturojnë atë që vetë Ismaili dikur ka shkruar, apo pikturojnë atë që ne dikur e kemi në temuar para 90-s, kur pikturonim jetën, na duket turp ta shtim mbas 90-s. Ne duhet ta pikturojmë jetën. Ne duhet të pikturojmë atë që na ndodh ne, në fakt, sepse në fundit, sot nuk e kemi atë çekiçin e madh që kanë pasur padyshim edhe piktorët që kanë pikturuar kishat e mrekullueshme, apo ata piktorë që janë pikturuar me urdhrin e Napoleonit, pikturomëni thaj. Ismaili nuk tha asnjëherë pikturomëni. Vepra e tij është ajo që thret. Ai vetë në një farë mënyre kishte dilemën që të më pozonte, por u desh në fakt një iniciativë e Bashkisë Tiranës për një murale, që unë do ta quaja të jashtëzakonshme, dhe sigurisht që është një nga veprat që unë kam kuruar dhe jam krenar për këtë, dhe artisti me dimensionet jashtëzakonshme botërore, Maximiliano Banjasko, më thotë që unë do ta pikturoj këtë shkrimtar të madh, por dua të më lësh të lirë. Dhe sigurisht që për çudi ai vinte në fakt nga një narracion dhe nga një eksperiencë që kishte bërë në Moskë, duke pikturuar atje personalitete. U njoh me Ismailin dhe pikturoi. Dhe për mua ka lënë një vepër vërtet të jashtëzakonshme. Dhe unë do t'ju rrëfej diçka e cila duhet thënë. Njerëzit vinin dhe padyshim gjallin debat duke parë portretin e Ismailit, se vetë krijimtaria e Ismailit ngjall debat. Ismaili duhet patjetër të ngjall debat gjatë gjithë kohës, edhe duke njohur veprën e tij dhe duke e prezantuar të rinjt, sepse ne brezi jon e kemi pikturuar sepse kemi fatin të jetojmë me të, por do të jemi shumë më të ndjeshëm që edhe brezi i ri të njihet me çdo vepër. Dhe i njëjti artist pasi mbaroi muralen e Ismailit, pikturoi Vaçezel. Për shkak të zhanrit, për shkak të largimit shpejt të Vaçes nga skena, kontrastet ishin shumë të çuditshme. Pra, debati që krijoi për Ismailin ishte me shumë ngjyrë dhe ishte ai që ka nevojë shoqëria jonë dhe po ashtu dhe prania ndaj të madhes Vaçezela ishte po kaq e nevojshme. Unë do t'ju falenderoj sinqerisht që më ftuat dhe padyshim shpinbotuese sepse kap një gjëra shumë pikante. Është gjë shumë interesante të bëni këto që bëni, por i madh para se largohej më la një postulat. Nxito ngadalë, që do të thotë që ndoshta duhet që veprën e Ismailit ta bëjmë në mënyrë më meditative, me kuptimin që të arrijmë në atë mas 5 vjetësh që ju thatë, do më duket shumë interesante, pra sikur të hapej në një farë mënyre një mini
iniciativë që mbas 5 vjetësh të bëhej kulmi i një, do thosha, aktiviteti të jashtëzakonshëm mbi Ismailin, që ai që është 25 në atë kohë të jetë 30 dhe ai që është 15 të jetë 20, që të njihet dhe me veprën, po edhe me veprën e tjerëve që kanë bërë mbi Ismailin. Ju falenderoj shumë dhe po ju pasoj këtë zë magjik. Tek vepra e Kadares, sigurisht pikturat këtu, imazhet, nuk janë thjesht përkthime vizuale, janë reflektime artistike mbi temat e mëdha që Kadare ka përcjell. Nuk e di, më korrigjoni nëse nuk jam e saktë, po Kadare është shprehur, ka shprehur vlerësimin për pikturën tuaj, më lejoni ta citoj. Pikturat e Lidon Alitit i bën njerëzit të ndalojnë para tyre, ndoshta edhe pa e ditur emrin e tij, moshën apo vendlindjen. Ky është akti i parë i papërsëritshëm i artit. Një artist me këtë talent ka çelësin e enigmës. Pikturat e Halitit nuk janë të lidhura me jetën me zinxhir, por me liri, që është një lidhje e rangut më të lartë, i vetmi i pranuar nga arti. Ishim tek imazhi, jemi tek imazhi, por ky nuk është thjesht një katalog, nuk është për arsye arkivimi, është për më tej, si thash, shtrihet në shumë plane, edhe për të gërmuar më shumë, për të reflektuar, por edhe për të studiuar, për ta parë më thellë ndikimin e vërtet që vepra e Kadares, vet Kadareja ka pasur, siç e thash, në të gjitha këto arte që përmendëm. Doja t'ia lëja fjalën profesor Ermir Nikës, i cili Faleminderit Swadela. Është vërtet tash është një mbrëmje me shumë emocion, pasi nuk kemi mësuar ende me ikën e Kadares. Është një moment ku ky botim është një moment reflektimi për të parë edhe se çfarë ndikimi ka dhënë ai tek bashkëkohësit e tij dhe tek ata që erdhën më pas. Vetë ty ne kemi hyrë në atmosferën e lidhjes së shkrimtarëve me këtë botim. Ai shumë e paragjykuar se sa e gjykuar, sepse shikojmë jo thjesht një njohje që ata kanë pasur me Kadaren, po edhe një marrëdhënie. Pra, në çdo portret ti shikon se çfarë raporti kanë pasur këta artistë në një kohë caktuar, sepse janë artistë të shumë gjeneratave. Ju vetë shikoni që është bërë një punë hulumtuese, kërkimore, sa dhe ne vetë u bëm me fiksacione që në çdo ekspozitë apo në çdo muze shikonim ku ka vepra për Ismail Kadaren dhe dolen ato vepra. Janë të viteve të ndryshme, janë të personaliteteve të ndryshme, që do të thotë që arti komunikon. Ishte një model i cili i dha botës së artit në Shqipëri, i dha dritë, i dha një dimension tjetër dhe reflektohet tek mënyrën se si ata e kanë përcjell këtë lloj ndikimi. Unë mendoj që është edhe një marrëdhënie shkëmbimi, sepse edhe vetë Kadareja ka qenë ndër ata autor që ka skicuar profilet e shumë shkrimtarëve. Për shembull, unë kam parasysh Migjenin, Camajn, Zev Zorbën, Lazgush Poradecin, Frederik Reshpjen, e tjerë, që Kadareja ka qenë ndër të parë që ka shkruar për ta. Madje tek ftesë në studio ai ka faqe brillante për Lazgush Poradec, një poet që ishte në Hares. Me ikën e Shtërgut, pastaj me një ese shumë të mirë. Pra, kemi autorë të cilët pretendojnë që po sjellin një frymë të re, po në fakt ata që kanë folur janë vetë shkrimtarët, si në këtë rast. Janë vetë artistët që kanë folur për Ismail Kadarin, me gjuhën e artit, me ngjyrën. E rëndësishme ishte që ne nuk u ndalëm në këtë projekt, pra sepse mendonim që ishte një arsenal i panjohur, shumë nga veprat nuk kanë qenë të ekspozuara. Dhe kjo ishte vërtet që vin premier, vin për herë të parë një pjesë. Dhe ajo që na bëri përshtypje ishte Brezi i ri, i cili i përgjigjej në kohën e tyre në ndërtimit të imazhit të Ismail Kadares. Edhe për këtë ishte ky album, kjo punë e cila na bëri që të kuptojmë atë reflektim të madh, atë përtypje, atë shije dhe atë zhvillim që ka pasur shoqëria jonë nëpërmjet veprës së tij. Është e rëndësishme të themi që Ismail Kadareja është një shkrimtar i madh, po ishte i madh në kohën e të mëdhejve. Sepse kemi pasur shkrimtar shumë dinjitos, artistë shumë dinjitos. Edhe mënyra se si e kanë ndërtuar marrëdhënien ata dhe mënyrën se çfarë i kanë dhënë artit është shumë është momenti që të reflektojmë dhe të analizojmë. Ne vërtet flasim për censurë, po ka pasur shumë autor të çdo fushë që e kanë tejkaluar censurën. Në vitet e 80 ne nuk flisnim dot më për një socializëm, sepse shkrimtarët më talentuar, piktorët më talentuar, kineastët më talentuar e kishin tejkaluar. Pra nuk kishim më në vitet e 80. Edhe temat që janë rrahur
nuk kanë qenë fare që nuk kishin bënin fare me diktaturën. Pra ai ndryshim që erdhi, unë mendoj që arti e para përgatiti shumë më shpejt në kohë ato ndryshim të madh. Ishin elitat intelektuale, ata të cilët e prin këtë lloj procesi, por që i kishte dhënë shenjat gjatë një 10 vjeçari ndoshta që Shqipëria po merrte një rrugë tjetër, pra i kishte tejkaluar konturet e socrealizmit. Kur kam qenë një herë në një muze arti në Rumani, e po shikonim pikturat e ndryshme që në Brajla dhe në Bukuresht, dhe aty ka një gjë të mirë, që duhet të jetë që ekspertët, specialistët janë studius të artit, apo janë piktor, apo janë kritik. Dhe në një moment, siç më përkthyen, më thanë, stuhia shqiptare. Unë nuk e kisha hasur këtë term asnjëherë, stuhia shqiptare, thash, çfarë është kjo? Ata ma shpjeguan që thotë, juve deri në shekullin fund, shekullin 19, fillim shekullin 20, ju s'kishit asgjë. Pra keni pasur autor sporadik në perandorin filan, perandorin. Dhe në shekullin 20 ju i zhvilluat gjitha gjinitet e zhanret në mënyrë të jashtëzakonshme. Sa konkuruat edhe sot jeni pretendent për çmimet mëdha edhe për kështu. Pra në 100 vite Shqipëria kishte dhënë një mesazh shumë të madh botës. Që domethënë solli një, le të themi, një repertor për teatr, për pikturë, një fond të madh të pikturës, të letërsisë, të kinematografisë, e të gjitha fushat e tjera. Dhe nuk ishte pak. Ishin gjenerata të tëra të cilat krijuan një lloj komunikim. Pra, lanë një lloj mesazhi që një gjenerat pasardhëse e mori, e përcolli dhe e zhvilloi më tej. Kështu që në këtë plan unë do të shikoj që Kadareja spikat në këtë vërshim të madh, në këtë prurje të madhe, ku për herë të parë krijuam dhe një bibliotekë letërsisë shqipe, le ta themi. Nuk e kemi pasur, e kemi. Unë do të thoja që të rëndësishme janë edhe veprat të cilat janë dënuar, sepse është krimtari e datuar, e gjykuar, që i mbetet një periudhë të caktuar. Që do të thotë, edhe përtej rregullave të socrealizmit, është një krimtari tjetër e fshehur apo e anatemuar për kohën, e cila flet dhe reflekton për një dimension të madh që ka arti jon. Me këtë pikpamje, Kadareja ka qenë një, le të themi, një model, një emblem e madhe e cila gjithmonë nuk ka parë brenda territorit shqiptar, por ka dalë gjithmonë përtej tij. Shumë e kanë synuar, kanë arritur një pjesë, do të themi që kemi pasur autor të botuar dhe të përkthyer në gjuhë tjera, por suksesi i madh erdhi nëpërmjet Kadares. Kemi pasur autor që kanë qenë edhe nëpër katedra, kanë pasur dhe statusin e të përndjekurit dhe kanë dhënë kontributet më dhe në albanologji dhe në krimtarinë letrare. Por e rëndësishme është që ajo thirrja e madhe, ajo shenja e madhe botës ju dha nga Shqipëria e izoluar, pra nga Ismail Kadareja, Viktor Agolli, Petro Marko, për të vijuar pasaj me emra tjerë të cilët hynë me shumë prestigj në zhvillimet kulturore dhe artistike europiane. Pra nëse sot ne kemi rreth 20-25 autor të përkthyer, duhet dim që Akulli është qarë që në gjysmën e dytë të shekullit 20 fort, fuqishëm dhe me një krimtari serioze, e cila shumë raste është dhe pjesë e antologjive ndërkombëtare. Dhe nuk e shikoj të rastishme këtë lloj prurje, e cila qëndron dhe në një farë mënyre vendos një standard në mënyrën se si duhet t'i qasemi të kaluarës. Këta artistë e kanë lënë atë lloj dëshmie, të cilat sot është momenti, siç e them edhe në parathënë, që të analizohet. Unë ju falenderoj shumë për pranimin tuaj sot. Të cek edhe ti, pra nuk është vetëm nostalgjik, nuk kemi sjell vetëm ato piktura që janë frymzuar edhe kanë shkuar, janë përpjekur për sjell modernen në një kohë shumë të vështirë, por shohim se si lexohet dhe interpretohet Kadare sot tek studentët tanë të UET-s, studentët e arteve. Dhe kjo është e bukur, sepse shohim tematikat universale që i gjejmë tek Generali Ushtrisë së Vdekur, Kushësoj Dorontinën, Ura me Triharqe, që janë disa nga tematikat që dhe janë përkthyer në gjuhë vizuale, interpretuar me sipas botës edhe penelatës së ndryshme të secilit prej artistëve. Edhe është e bukur kur i sheh. Do doja tani këtu nga pas profesor kemi një pikturë e madhe është Gurimadhit apo jo. Kushësoj Dorontinën apo jo. Dhe doja të ftoja zotin Pandimadhi të ndante me ne diçka, jo vetëm për veprën, por edhe më shumë njohen me Kadaren, se si Gurimadhi. Konstantini dhe Dorontina. Gurimadhi
ishte një artist që lexonte jashtëzakonisht shumë. Për fat mirë, dashurinë për librin na e transmetoi ne që të vegjël, 2 djemve të tjerë, dhe në bibliotekën në studion e piktorit Gorimadhe është një raft që janë gjithë veprat e Ismail Kadares. Për kuriozitetin tuaj, në vitin 1981 në shkurt mars, Gorimadhe dhe Kujtim Buza shkuan dhe hapën disa ekspozita në Kosovë. Kur u kthye nga Kosova, ai solli 10 libra të botuara nga shtëpia botuese Rilindja në Kosovë, që ishin vërtet edhe ndonjë vepër ndoshta ishte edhe origjinale, jo me atë censurën që mund të ishte në atë kohë dhe siç ishte në Shqipëri. Në shumë momente Gorimadhe ka vlerësuar jashtëzakonisht shumë Ismail Kadaren. Kjo vërtetohet edhe në intervistën e fundit që ai ka dhënë disa ditë para se të largohej nga jeta, ku patjetër që veçonte disa nga veprat, por që e cilësonte si një nga përfaqësuesit më të shkëlqyer të letërsisë shqiptare brenda dhe jashtë atë dheut. Edhe kjo pikturë është e frymëzuar pikërisht nga kush e solli Dorontina. Gorimadhe ka bërë disa variante të kësaj pikture, pastaj në fund konkludoi në këtë variant që është edhe këtu në këtë ambient. Një moment shumë interesant është dhe fakti që kjo pikturë është botuar, është publikuar në disa libra jashtë Shqipërisë. Të paktën 3 i kemi ne në studion Muzeut Gorimadhit, në Itali, në Francë dhe vitin e kaluar dhe në Gjermani. Shtëpia botuese Dumont ka botuar një libër për Shqipërinë dhe 2 faqe ja dedikon Ismail Kadares, pikërisht për kush e solli Dorontina. Dhe vepra shoqërohet edhe me imazhin e pikturës së Gorimadhit. Faleminderit. Këtyre miqve që krijonin, ishte një nga mjekët më të mirë, ishte greko-britanik. Ai më shumë qëndronte në Londër dhe kur vinte aty kuptoi bëj objekt i vizitave masive. Për fat kur erdhi Ismaili, e kishin ashtu për mua, kishin folur disa gjëra që njeriu nuk i ka, po nga njerë miqt të zbukurojnë e të bëjnë ashtu, po që në fakt nuk ishin. Më thanë Iraklita që do më qosh të një mjek. Ja thash në cili ishte mjeku, por tek mjeku do të shkoni me një deputete, që ishte një mikesha imi deputete Pasokut, një dashamirëse shumë e madhe e Shqipërisë, jashtë bindjeve politike, Amalia Fleming, ish bashkëshortja e Aleksandr Flemingut të famshëm, ishte greke kjo. Ajo ishte dashamirëse e madhe Kadares, dhe kur i thashun që dua të realizoj një takim me filan mjek që ti e ke mik dhe të dëgjon për shkak të autoritetit që ke pozicionit politike të tjera, ti bëj një vizitë sepse ka një shqetësim. Ajo ishte adhuruese e Kadares, po kështu nga ato ta them kështu siç e themi gjuhën e popullit e marrë për Kadaren. Tha ajo, unë e bëj tha po me një kusht që ti të vasjellësh në shtëpi. I thash Ismailit, tha me kënaqësi tha ai. Shkuam atje, ndërkohë ajo kur vajtëm kishte marrë dhe mjekun, nga ata personalitetet që rrallë kështu edhe pak flasin. Bile mbasi do muhabet në shtëpinë e saj, kishte bërë dhe një banket ajo. Vizitën ja bëri aty mjeku. Dhe më bëri përshtypje, e zhveshi nga sipër, edhe kapi nga kurizi, sepse në shtyllën kurizore kishin thënë që ka problemin e rënd këtu që është vështirë se korrigjohet. Ai mbasi bëri disa lëvizje shtriu me duar kapat ne kaptej, tha, jo, tha, nuk është serioze tha kjo që ke tha. Unë të them, tha, psikologjikisht, tha, ti është në rregull dhe i qetë, tha, sepse ti jap garanci, tha, që nuk është. Ismaili e pashi u transformua tërësisht, ndryshoi psikologjisht. Çdo një nga ne xham kur thonë që ke një sëmundje të pariparueshme të rënd, ndihet keq, dhe thot tjetri që jo, unë të them që s'është kështu, aq më tepër kur ishte një njeri me emër të madh. Dhe vizita e dytë, por që lidhet edhe me këtë të parë, ka qenë ishte një takim i shkrimtarëve më të mirë Ballkanas. Bëj në Falironi një. Aty kam një orë ma prezantoi Ismaili dhe Danilo Kish,
shkrimtarin e famshëm, të njohur. Në kohën e lirë, e lamë më tha, kur të kesh qëmoj, thash patjetër me ty kam gjithë kohën të lirë dhe dolëm në disa vende, donte në Akropol, folëm, bizeduam shumë gjatë, unë i kam hedhur disa shënime të asaj kohë, po do të them atë që kërkom të Çili. Duke i me makinë, dojmë gjiro rreth Athinës në objektet më të rëndësishme të antikitetit grek, Helen. Mbrapa në makinë, pa e vënë re në makinën time se dy ishim, në ato kohë ishte botuar libri Dy popuj miq. Ai ishte botuar në një kohë interesante, jo pa qëllim në atë kohë, së shkuat për t'i thënë tani këtu. Dhe mbas atij libri ishte edhe libri me Stalinin. Ai se si u kthye dhe pa. Po ç'është kjo tha Irakli? I thash unë me Stalinin, po zbotuar në greqisht. Mos ma mori mendja që t'jemi sinqerë dhe unë nuk jam nga ata që thigjen tani që kam qenë disident. Jo, unë kam qenë ai që kam qenë. Kam respektuar ligjet e kohës, kam ashtu. Sigurisht, kam ndjekur kulturën e kohës, kam ndjekur të gjitha, po s'dua të bëhem ai që s'kam qenë. Tha, po ç'është ky libër këtu tha? I thash unë e kam botuar grekët, është me Stalinin, libri i njohur i Enver Hoxhës. Po ky tha Derdimeni tha, akoma tha me Stalinin merret ta. Tani ai e dinte që unë i shërbyer sekret. Dhe autoriteti si do që tjetë të imponon, të flasim, të i themi gjëra se s'kisha kurajën, të i thashur, qartë thua ti kështu. Po pse i thashun? O Irakli tha, po këtë tha s'po e mbajnë, tha, Gjeorgjanët edhe Rusët, i tha, do e mbaj ky, tha tashi. Kupton që bën budallë që bën ky apo jo? O zot, tash po ky ç'mi thot vë këto tash. Iku kjo, nëse e kalova atë, vum kasetën, po dëgjoni muzikë, kishte qef muzikën greke, vazhdoni muhabet, por drejt na lojmë një semafor, në krah djathtë ishte një kish. Dhe ishte ditë e diel, mos gaboj. Ditën e diel frekuentohen atje, jo shumë, megjithëse është vend, domethënë që vërtet e ka ortodoksin të trashëguar me tradita ndryshe nga popujt e tjerë të Ballkanit. Dhe po vinin, mirë po qëndruam gjatë në semafor, dhe po vinin ata pleqt aty. Ja, tha, shikon këtu, tha. Ja, vend tha ortodoksa, vend tha që e pranon, tha, me ligj, tha, fen, tha. Shko sa pak njerëz vën këtu, tha. Ç'të keqe, tha, ka t'i japim ne. Ja, më thuaj ti, tha, ç'të keqe t'i japim ne kishat. E po drejt tash po. Tu na kohë po. As duam të thashë po ky më flet mua, që më tepër e di se ç'janë. Thash e drejt. Kaluam edhe ato, nëse të mos e zgjas se po i mbaj shumë. Mbas janë 20 ditë më qelloj që vi në Shqipëri dhe dija që Kadreja kishte shumë muhabet me atë zotnin aty që quhet Ferit Udhri. Kishin shoqëri, edhe ai Ismailim kishte folur për Feritin, për ishte vërtetës me shumë respekt. Mbasi marrova ato punë se 3 ditë isha këtu në Tiranë, do kthehesha përsëri. E kërkoj Feritin dhe e takoj. I them, "More Ferit", i them. Po ai thash, "Është në Terezi Kadreja apo jo?" Pse më thotë? "More, kështu, ai kur flet me mua, arrin flet me mua, ai kështu diku sa ka lëshuar me tjerë, dhe dikujt do të shfryj kjo punë, do vet atje ku s'duhet vajtur", i thash. "Ti e ke miki", thashun, "iki thuaj", i thashun, "mos lëshohet nga këto gjëra, ti të kujdesshëm." "Oh, tha, po ja ashtu flet gjithmonë", thashëm. E thonë, këtë bindi dhe këtë Ismaili e ka pasur, nuk është nga ta, ti themi gjëra si që janë, se thonë, jo, po kërkoj ti që si disident, ishte i tillë. Ishte i tillë, ti themi gjëra, nuk isha unë, as në një tjetër që mund t'i gjetë shu, ishte i tillë. Kam edhe biseda tjera, po flasë këto dy, të paktën ato nga kujtimet e para fare, se më pas kam pasur edhe shumë muhabete tjera me Ismailin. Ju faleminderit.